Pretendimet se Shqipëria duhet të paguajë $1 miliard për të bërë antar të Bordit të Paqes u hodhën poshtë nga Ministrja për Europën dhe Punët e Jashtme Elisa Spiropali. Në një konferencë për mediat, kryediplomatja shqiptare dha edhe detaje për sa i përket tryezës ndërkombëtare për administrimin e gazës. Jo, nuk ka detyrime financiare, është një ftesë nga presidenti Trump, pra e drejt për drejt, nuk ka angazhim tjetër përveç se angazhimit të shpallur botërisht dhe që ne sot e deklarojmë për marrjen pjesë në këtë bord, dhe sigurisht që Shqipëria me statusin e antarit themelues të Bordit të Paqes do shohë në vijim angazhime të cilat burojnë edhe nga statuti. Spiropali gjithashtu komentoi deklaratat e opozitës për sa i përket pezullimit të vizave për 75 vende, përfshirë këtu edhe Shqipërinë, duke u shprehur se ftesa e Trump shpjegon qartë se marrëdhënia e mirë mes dy vendeve vijon. Të gjithë ata që pas një përgjegjësish publike u turën ta helmojnë publikun me parullën Shtetet e Bashkuara vendosën Shqipërinë në listën e zezë, duke komentuar me ngazëllim e kanë marrë përgjigjen as më shumë dhe as më pak, po direkt nga presidenti Trump. Ministra e Jashtme sqaroi se deklaratat e sekretarit amerikan të shtetit Marco Rubio se kartelet nga vendet e tjera janë kërcënimi më i madh për sigurinë e Shteteve të Bashkuara nuk i referon Shqipërisë. Për luftën ndaj krimit të organizuar, kudo që ai shfaqet dhe kudo që ai cënon sigurinë amerikane, dhe në asnjë moment sekretari Rubio apo të tjerë nuk i janë referuar Shqipërisë, e cila sigurisht nuk përjashtohet nga fenomene të tilla, po për cilin nuk mbajnë përgjegjësi as shqiptarët. Për sa i përket deklaratave të kryeministrit Edi Rama se Ministria e Jashtme po dështon, kryediplomatja Spiropali pranoi se ka ardhur momenti për një reformim, i cili do të bazohet në meritokraci.